apo mundohet bëj me qëto koalicionet, me qëto prurjet, për shembull, preashtim ajo do thot deli lagu, deli tert, atë në qysh, nuk konsideroj, sepse rrethon spaku në gjykimin tim, koalicioni për familjen ka qenë produkt ma shumë i Partisë Drejtësisë edhe i AKR-s. AKR-n dhe Partinë e Drejtësisë e kemi me një prononcim sot të ndryshëm nga Eman Rahmani and Friends. Partia e Drejtësisë do shkojnë në LDK. Prandaj, po du me thonë që baza votuse, ajo burimore e koalicionit për familje, ka qenë AKR dhe Partia e Drejtësisë. So konë Eman Rahmani, me patkeshen e Eman Rahmanit, po politikisht ashtu ka qenë i vdekur, tash me marrin një person dhe po dojnë mi bo reanimacion politik, edhe mos më mërë në vot. Po, kjo... Pse Arbeni nuk reagon kur ti thua kështu ka qenë i vdekur, ama fymi ashtë me thonë për një njeri ka qenë... Vdekur politikisht. Po, politikisht dhe, edhe une fjallën buquk e përdora figurativisht. Nuk i thash njeri ti e buqik, po e ki kryt, që për shambull... Fantastikisht. Ti ki penollat. Ai marxist-leninisti, për shambull, e ka kryt si matare ushtrisë. Për kë ke fjallën? Për marxist-leninist, krenar, Shala, krenari, e marxist-leninista? Krenari... Nuk është të fare, krenari. Kështu e dhomë një varë gjusë analize. Jo, vetëm... Të tha krenar marxist-leninist. Dhe PTK-ja. Për krenarin thash konstruktin e kukës e konsumatore cilësimeve fiziko-metaforiko stilistike të milaimit, që në të mund më konë të qëlluar, apo jo shumë jo shumë me vend, jo shumë korekte, dhe me vend. Mendoj që Partia Demokratike e ka problem